Sot do të eksplorojmë një nga shndërrimet më magjepsëse të historisë së qytetërimit njerëzor, evolucionin e materialeve të shkrimit gjatë mesjetës, që nga rënia e papirosit e deri te revolucioni i shtypshkronjës. Përpara se të vazhdojmë me videon, mos harroni të regjistroheni në kanal për më shumë rrëfime dokumentare si ky. Imagjinoni për një çast një botë pa letër. Imagjinoni një kohë kur çdo fjalë e shkruar përfaqësonte një investim të konsiderueshëm kohe, burimesh dhe aftësie. Imagjinoni shkruesit duke punuar në dritën e qirinjve në manastire të heshtura, duke shndërruar lëkurët e kafshëve në faqe librash që do të përshkonin shekuj. Kjo është historia se si njerëzimi e ruajti njohurinë e tij gjatë një prej periudhave më sfiduese të historisë perëndimore, dhe se si inovacionet në dukje të thjeshta transformuan plotësisht mënyrën se si ne ndajmë ide. Në botën antike, shumë kohë përpara epokës mesjetare që do të eksplorojmë në detaje, ekzistonte një bim që rritej me bollët në brigjet kënetore të lumit Nilo, në Egjito. Papirosi, me kërcenjt e tij të lartë dhe fibroz, siguronte lëndën e parë për materialin kryesor të shkrimit në botën mesdhetare. Egjiptianët e lash zhvilluan një teknikë geniale për ta shndërruar këtë bim në fletë të përshtatshme për shkrim. Ata i prisnin kërcenjt në shirita të hollë, i rreshtonin këta shirita në dy shtresa pingull me njëra tjetrën, dhe më pas i rrihnin ndërsa ishin ende të lagësh derisa të bashkoheshin natyrshëm. Pas tharjes në presion, rezultati ishte një sipërfaqe jashtëzakonisht e përshtatshme për të marrë bojën. Papirosi dominoi botën e shkrimit për mijë vjeçar. Në Greqinë dhe Romën e lash, formati standard për një libër ishte rrotulla e papirosit. Këto rrotulla shkruheshin në kolona të vendosura krah për krah, lexoheshin horizontalisht, nga e majta në të djathtë në tekstet në greqisht dhe latinisht, ose nga e djathta në të majtë në kulturat që shkruanin ashtu. Rrotullat ruheshin në sanduk dhe kuti të rrumbullakta, dhe studiuesit i manovronin me kujdes, duke çmbështjellë një pjesë ndërsa mbështillnin një tjetër. Megjithatë, kjo formë libri paraqiste kufizime të ndjeshme. Shkrimi mund të bëhej vetëm në njërin anë të papirosit, atë ku fibrat rridhnin horizontalisht, pasi ana e kundërt nuk e mbante bojën siç duhet. Përveç kësaj, rrotullat nuk kishin numra faqesh, duke e bërë kërkimin për pasazhe specifike një detyrë të gjatë dhe frustruese për çdo studiues. Ndërsa papirosi mbretëronte si materiali kryesor i shkrimit, një tjetër teknologji më modeste shërbente për përdorime të përditshme që nuk kërkonin qëndrueshmëri. Tabelat e dyllit, të njohura të paktën që nga shekulli i 7 para erës sonë në Itali, ofronin një zgjidhje praktike dhe ekonomike për nevojat e përkohshme të shkrimit. Këto ishin pllaka druri, shpesh të bëra nga druri i bushit ose nga një pemë e familjes së qiparisit, të gërmuara në qendër dhe të mbushura me një shtresë dylli blete të përzier me rëshirë, terebentin ose vaj liri. Dylli zakonisht ngjyrosej në të zezë ose jeshile të errët në mënyrë që shkronjat e gdhendura të binin në sy qartë kundrejt sfondit. Për të shkruar në këto tabela, përdorej një instrument i quajtur estilete, një shufër metali, kocke ose druri me një majë të mprehtë në njërin skaj dhe një skaj të rrafshuar në tjetrin. Maja shërbente për të gdhendur shkronjat në dyll, ndërsa pjesa e rrafshuar funksiononte si një gomë, duke lëmuar sipërfaqen për të fshirë atë që ishte shkruar. Vetë termi latin tabula rasa, që do të thotë pllakë e pastër, rrjedh nga kjo praktikë e lëmuarjes së dyllit për t'ia filluar nga e para. Shpreha hyri në fjalorin filozofik dhe mbetet në përdorim edhe sot, dëshmi e ndikimit të qëndrueshëm të kësaj teknologjie në dukje të thjeshtë. Shkrimi në dyll kërkonte një teknikë të ndryshme nga ajo që përdorej për të shkruar me bojë në papiros ose pergamen. Estilete duhej të shtypej me më shumë forcë dhe duhej të ngrihej midis çdo vije, gjë që natyrshëm favorizonte shkronja me forma më të drejta dhe këndore, pa lakimet dhe kthesat që karakterizojnë shkrimin fluid me penë. Tabelat e dyllit shpesh bashkoheshin në çifte, të quajtura diptik, ose në grupe më të mëdha, si libra të vegjël portativ që mund të mbaheshin dhe të konsultoheshin sipas nevojës. Në Romën e lash dhe gjatë gjithë mesjetës, tabelat e dyllit shërbenin për një shumëllojshmëri mbreslënëse qëllimesh. Në shkolla, ato ishin instrumenti bazë i mësimit të shkrimit. Mësuesi vizatonte shkronjat në dyll në mënyrë që nxënësit i kopjonte ato, dhe gabimet mund të fshiheshin dhe korrigjoheshin lehtësisht. Shkrimtarët romak si Horacio dhe Quintiliano theksuan rëndësinë e tabelave pikërisht sepse i lejonin nxënësit të gabonte dhe të korrigjonte gabimet e tij pa shpërdorim materiali. Në tregti, ato regjistronin transakcione të përkohshme dhe lista mallrash. Në jetën shtëpiake, shërbenin për shënime të shpejta, kujtesa dhe madje edhe letra personale.
Është e jashtëzakonshme që tabelat e dyllit kanë mbetur në përdorim tregtar deri në shekullin e 19. Regjistrat e autoritetit të minjerave të Kripës në Stbish Hall në Gjermani vazhduan të mbaheshin në tabela dylli deri në vitin 1812. Kjo tregon qëndrueshmërinë dhe prakticitetin e kësaj teknologjie në dukje primitive, e cila mbijetoi për më shumë se 2500 vjet pikërisht sepse përmbushte funksionin e saj në mënyrë të thjeshtë dhe efikase. Por shndërrimi i madh në botën e materialeve të shkrimit po vinte, i nxitur nga ngjarje politike që askush nuk mund t'i kishte parashikuar. Në shekullin e 7 të erës son, një forcë e re dhe e fuqishme doli nga gadishulli arabik. Ushtritë e kalifatit islamik në lindje, të frymëzuara nga feja e shpallur profetit Mahom, u zgjeruan me shpejtësi mbresëlënëse në të gjitha drejtimet. Pasi mposhtën bizantinët në betejën e Jarmuk në 636 dhe persianët në Qadisija në 637, gjeneralët arab kthyen syt nga Egito, një nga provincat më të pasura dhe më të rëndësishme strategjikisht të perandorisë bizantine. Generali Amr ibn al-As kaloi në Egito në fund të vitit 639 ose në fillim të vitit 640 me një forcë relativisht modeste prej rreth 4000 burrash të hipur në kuaj. Ai e njihte mirë rajonin, si nga udhëtimet e tij si tregtar, ashtu edhe nga udhëheqja e një ekspedite ushtarake të mëparshme në Gaza. Egito ishte atëherë një tokë me pasuri bujqësore të jashtëzakonshme. Delta e Nilo, me tokat e saj pjellore të ujitura nga lumi i madh, prodhonte drithëra të mjaftueshme për të ushqyer vetë Egiton dhe për të eksportuar sasi të mëdha në Konstantinopoj. Ishte hambari i perandorisë bizantine. Pushtimi ishte çuditërisht i shpejtë. Pasi morën kalan e Pelusium në Kufi, arabët përparuan në përshkretëtir deri në Belbejs dhe më pas deri në Helioplis, në rrethinat e Kairos moderne. Kalaja romake e Babilia, me muret e saj më shumë se 18 metra të larta dhe 2 metra të trash, rezistoi për disa muaj, por ra në prill të vitit 641. Me vdekjen e perandorit Herclion në po atë vit, mbrojtësit bizantin humbën shpresën për të marrë përforcime. Alexandria, kryeqyteti i lavdishëm i themeluar nga Alexandre o Grande, u dorëzua në shtator të vitit 642. Historiani Hugh Kennedy vërejti se, nga të gjitha pushtimet e paramyslimane, ai i Egitos ishte më i shpejti dhe më i ploti. Rrallë në histori një ndryshim politik aq masiv ka ndodhur aq shpejt dhe ka zgjatur aq shumë. Pushtimi arab i Egitos pati pasoja që ushtrin shumë përtej kufive të asaj toke. Tregtia mesdhetare u prek thellësisht dhe një nga pasojat më domethënëse për historinë e shkrimit ishte ndërprerja e furnizimit me papiros për Europën dhe për perandorinë bizantine. Plantacionet e papirosit vazhduan të ekzistonin në deltën e Nilos për ca kohë, por eksportet drejt territoreve të krishtera pushuan, qoftë sepse arabët e mbajtën furnizimin e disponueshëm për përdorimin e tyre, qoftë si një formë lufte ekonomike, apo thjesht sepse rrugët tregtare u ndërpren. Mungesa e papirosit detyroi një shndërrim në zakonet e shkrimit të botës mesdhetare dhe europiane. Materiali që gradualisht zuri vendin e papirosit ishte i njohur prej shekujsh, por përdorimi i tij kishte qenë i kufizuar sepse ishte dukshëm më i shtrenjtë. Ky material ishte pergamena, e bërë nga lëkura e trajtuar e kafshëve, kryesisht deleve, dhive dhe viçave. Prodhimi i pergamenës ishte një proces i mundimshëm dhe i specializuar. Pas therjes së kafshës, lëkura hiqej dhe zhvutej në një tretësir uji dhe gëlqereje për disa ditë. Kjo banjë kimike lironte qimet dhe mbetjet e mishit që ishin ende të ngjitura pas lëkurës. Era e prodhuar nga ky proces ishte aq e pakëndshme saqë punishtet mesjetare të lëkurës zakonisht dëboheshin në skajet e qyteteve ose në zona larg lagjeve të banimit. Pas zhytjes në gëlqere, lëkura shtrihej në një kornizë druri të quajtur herse dhe kruhej me një thikë të veçantë të lakuar të njohur si lunellum. Zantçinjet kruanin të dyja anët e lëkurës, duke hequr qimet nga njëra anë dhe mbetjet e yndyrës dhe mishit nga ana tjetër, duke punuar gradualisht derisa të arrijej trashësia dhe uniformiteti i dëshiruar. Ky proces i kruarjes dhe shtrirjes mund të zgjaste nga disa ditë në një javë. Ndryshe nga lëkura e zakonshme, pergamena nuk regjej, pasi regjja do ta bënte sipërfaqen më të ngurtë dhe më pak të përshtatshme për të marrë bojën. Kostoja e pergamenës ishte thelbësore. Për të prodhuar një fletë të vetme, ishte e nevojshme të sakrifikohej një kafshë që përndryshe mund të vazhdonte të siguronte lesh nëse ishte dele, ose qumësht nëse ishte dhi ose lopë.
Vlerësohet se prodhimi i Codex Amiatinus, një përkthim i famshëm latin i Biblës i shekullit të 8, ka kërkuar lëkurët e afërsisht 500 deleve për më shumë se 2000 faqet e tij. Livro de Kells, kryevepër e artit kelt e krijuar rreth vitit 800, përdori rreth 185 lëkurë viçi, ndërsa Evangelos de Lindisfarne, i shekullit të 8, kërkoi afërsisht 150. Forma më e rafinuar e pergamenës quhej velino, e bërë posaçërisht nga lëkura e viçave të rinj. Velino ishte më i hollë, më i butë dhe më uniform se pergamena e zakonshme, duke e bërë atë materialin e preferuar për dorëshkrime luksoze, dokumente ligjore të rëndësishme dhe vepra të destinuara për klient me pozitë të lartë. Kërkimet moderne duke përdorur analizën e ADN-s kanë treguar se, ndonse këto pergamena jashtëzakonisht të holla ekzistonin vërtet, në shumicën e rasteve ato përfaqësonin punën e artizanëve jashtëzakonisht të aftë. Në të njëjtën kohë kur pergamena po zëvendësonte papirosin si material shkrimi, një tjetër shndërrim po aq domethënës po ndodhte në formën e librave. Rrotulla e lashtë e papirosit po zëvendësohej nga një format i ri, kodeksi. Një kodeks është në thelb ajo që sot e quajmë libër, me fletë me madhësi uniforme të palosura dhe të lidhura përgjatë një skaji, kurrizit dhe të mbrojtura midis dy kopertinave. Fjala kodeks vjen nga latinishtja codex, që fillimisht do të thoshte trung peme ose blok druri. Origjina e saktë e formatit kodeks mbetet e debatuar midis studiuesve, por një teori sugjeron se ai mund të ketë evoluar nga praktika e lidhjes së disa tabelave të dyllit bashkë. Të krishterët e parë duket se e kanë adoptuar formatin kodeks me entuziazëm të veçantë, dhe gjatë shekujve të 3 dhe të 4, kodeksi gradualisht zëvendësoi rrotullën si forma standarde për librat. Avantazhet e kodeksit ndaj rrotullës ishin të shumta dhe të rëndësishme. Së pari, ndryshe nga papirosi, pergamena mund të shkruajë në të dyja anët, duke dyfishuar efektivisht sasinë e tekstit që mund të përmbahej në një sasi të caktuar materiali. Së dyti, kodeksi ishte më kompakt dhe më i lehtë për t'u transportuar sesa një rrotull. Së treti, dhe mbase më e rëndësishmja, kodeksi mund të kishte numra faqesh, duke i lejuar lexuesit të gjenin pasazhe specifike shumë më shpejt. Kurrizi mund të merrte një titull, duke lehtësuar identifikimin e librit kur ruhej në një rraf. Kombinimi i kodeksit prej pergamene dhe mungesa e papirosit krijoi një situatë paradoksale. Nga njëra anë, librat ishin tani më praktik dhe më të qëndrueshëm se kurrë. Nga ana tjetër, materiali për t'i prodhuar ata ishte më i shtrenjtë dhe më i vështirë për t'u gjetur. Ky tension çoi në një praktikë që sot na duket magjepsëse, riciklimi i dorëshkrimeve të vjetra për ripërdorim. Kjo praktikë prodhonte ato që ne i njohim si palimpseste. Fjala palimpsest vjen nga greqishtja palimpsestos, që do të thotë i kruajtur përsëri. Një palimpsest është një dorëshkrim, teksti origjinal i të cilit është kruajtur ose larë në mënyrë që faqja të mund të ripërdorej për një tekst të ri. Pergamena ishte mjaftueshëm e qëndrueshme për t'i mbijetuar këtij procesi i pastrimi. Metoda për të pastruar pergamenën ndryshonte sipas kohës dhe vendit. Në shekujt e parë mesjetar, teknika më e zakonshme përfshinte larjen e bojës me një përzierje qumështi dhe krundesh tërshëre. Ky proces ishte relativisht i butë dhe shpesh linte gjurmë të dukshme të tekstit origjinal, të cilat me kalimin e kohës tentonin të rishfaqeshin ndërsa pigmentet e bojës së vjetër migronin përsëri drejt sipërfaqes. Në mesjetën e vonë, teknika e preferuar ishte kruarja e sipërfaqes së velinos me gurponç në pluhur, gjë që e hiqte tekstin në mënyrë më të plotë, por gjithashtu shkatëronte në mënyrë të pakthyeshme shkrimin origjinal. Krijimi i palimpsesteve ishte aq i zakonshëm saqë në vitin 691 një dekret sinodal ndaloi shkatërimin e dorëshkrimeve të shkrimeve ose të etërve të kishës, përveç rasteve kur vëllimet ishin të paplota ose të dëmtuara. Ky ndalim rriti presionin mbi dorëshkrimet që përmbanin vepra shekullare, të cilat mund të ricikloheshin pa pësuar sanksione kishtare. Tekstet juridike të vjetruara dhe veprat e autorëve pagan ishin veçanërisht të prekshme për t'u shndërruar në pergamena të pastra. Ironikisht, vetë praktika që shkatëroi aq shumë tekste antike, gjithashtu ruajti disa për pasardhësit në një formë të papritur. Shembulli më i famshëm është palimpsesti i Arkimedes, një kodeks pergamene i shekullit të 10 që përmban vepra të matematikanit të madh grek. Rreth vitit 1229, ky dorëshkrim i çmuar u kruajt dhe u la në një manastir të krishterë në Palestinë, dhe fletët e tij u ripërdorën për të krijuar një libër lutjesh Bizantin. Për gati 700 vjet, traktatet e Arkimedes mbetën të fshehura nën lutjet.
Me teknologjitë moderne të imazhit, studiuesit rikuperuan 2 traktate të Arkimedes, metoda e teoremave mekanike dhe stomachion, të cilat nuk ekzistojnë në asnjë kopje tjetër. Ndërsa Europa mesjetare luftonte me mungesën e materialeve të shkrimit, një teknologji e re po bënte ngadalë rrugën e saj nga Azia drejt Perëndimit. Kjo teknologji ishte letra. Shpikja tradicionalisht i atribuohet Cai Lun, një zyrtar i oborrit kinez, në vitin 105 të erës sonë. Nga vendi i saj i origjinës në Kinë, teknologjia e letrës u përhap gradualisht përgjatë rrugës së mëndafshit. Zgjerimi arab në shekullin e 8 solli prodhimin e letrës në botën islamike pas betejës së Talas në vitin 751, kur arabët kapën artizan kinez që njihnin sekretet e prodhimit të letrës. Letra mbërriti në Europë përmes Spanjës islamike. Dokumenti më i vjetër i letrës i njohur në Europë është Misal Motrabe de Silos, i shekullit të 11. Fabrika e parë e letrës e dokumentuar në Gadishull u krijua në Xdiva në vitin 1056 dhe rreth vitit 1150 prodhimi ishte vendosur mirë në atë qytet. Gjatë shekullit të 13, fabrika letre u shfaqën në Itali, në qytetet Amalfi, Fabriano dhe Treviso. Teknologjia vazhdoi të përhapet drejt veriut, duke arritur në Nuremberg në vitin 1390. Letra europiane ndryshonte ndjeshëm nga paraardhësit e saj lindor. Në vend të fibrave bimore të freskëta, prodhuesit europian përdornin kryesisht lecka të vjetra liri dhe kërpi. Këto lecka mblidheshin nga një klasë punëtorësh të njohur si leckaxhin, të cilët përshkonin rrugët e qyteteve duke bler ose mbledhur pëldhura të hedhura. Një inovacion vendimtar ishte përdorimi i mullinëve me ujë për të rrahur leckat, duke lejuar zgjerimin masiv të prodhimit. Regjistrimi i parë i sigurt i një mulliri letre të lëvizur nga uji daton në vitin 1282. Letra ofronte disa avantazhe ndaj pergamenës. Ishte dukshëm më e lirë, duke kushtuar afërsisht 1/6 e çmimit të pergamenës me cilësi të krahasueshme. Prodhimi ishte më i shpejtë. Një ekip prej 3 prodhuesish letre mund të prodhonte rreth 2000 fletë në një ditë të vetme, ndërsa prodhimi një sasje ekuivalente pergamene do të kërkonte javë pune. Përveç kësaj, letra e bërë nga lecka liri dhe kërpi ishte jashtëzakonisht e qëndrueshme. Shumë libra letre të shekullit të 14 kanë mbijetuar deri më sot në gjendje praktikisht të paprekur. Pavarësisht këtyre avantazheve, pranimi i letrës në Europë fillimisht ishte i ngadalë. Letra shihej si një shpikje e botës islamike. Pronarët e tokave që rritnin dele dhe gjedh për prodhimin e pergamenës kishin interes në mbajtjen e tregjeve të tyre të vendosura. Në vitin 1231, perandori Frederico I ndaloi përdorimin e letrës për dokumente zyrtare, duke urdhëruar që vetëm pergamena të përdorej në regjistrat e gjykatës. U desh ardhja e një teknologjie tjetër revolucionare që letra më në fund të pushtonte Europën, shtypshkronja me tipa të lëvizshëm. Johannes Gutenberg, një argjendar nga Mainz në Gjermani, zhvilloi sistemin e tij të shtypjes gjatë viteve 1440. Ai krijoi një sistem të integruar që kombinonte tipa metali të derdhur, një makinë shtypi me vig të përshtatur nga shtypset e verës të rajonit, dhe një bojë viskoze të formuluar posaçërisht që ngjitej mirë pas metalit dhe transferohej qartë në letër. Arritja e parë e madhe e Gutenberg ishte shtypja e Biblës së tij të famshme me 42 rreshta, e përfunduar rreth vitit 1455. Vlerësohet se u shtypën midis 160 dhe 185 kopje, nga të cilat rreth 3/4 në letër dhe pjesa tjetër në velino me cilësi të lartë. Shtypshkronja e shumë fishoi kërkesën për letër në mënyrë shpërthyese. Një makinë shtypi mund të prodhonte më shumë se 3000 faqe në një ditë të vetme pune, krahasuar me rreth 40 faqe që mund të prodhonte një shkrues manual. Rreth vitit 1500, shtypshkronja operonin në më shumë se 250 qytete në të gjithë Europën dhe rreth 20 milion vëllime ishin shtypur. Në fund të shekullit të 16, kjo shifër ishte rritur deri në 200 milion libra. Revolucioni i shtypshkronjës transformoi thellësisht shoqërinë europiane. Aksesi. Në libra, më parë i kufizuar për elitën klerikale dhe aristokratike, u zgjerua në mënyrë dramatike. Çmimet e librave ranë. Alfabetizimi u rrit. Reforma protestante, e nisur nga Martino Lutero në vitin 1517, do të kishte qenë e paimagjinueshme pa aftësinë për të përhapur shpejt idetë përmes pamfleteve dhe librave të shtypur.
Shkruesit mesjetar, të cilët për shekuj kishin ruajtur njohurinë e njerëzimit duke kopjuar tekstet fjalë për fjalë, pan zanatin e tyre të transformuar rrënjësisht. Shumë u përshtatën me rrethanat e reja, duke gjetur punë në punishtet e shtypjes ose duke prodhuar dorëshkrime dekorative luksoze për klientët që ende vlerësonin artin e shkrimit me dorë. Dhe kështu arrim në fund të një epoke dhe në fillim të një tjetre. Papirosi, i cili për mijë vjeçar kishte mbartur fjalët e filozofëve, poetëve, tregtarëve dhe qeveritarëve, u zhduk nga përdorimi i zakonshëm. Rrotulla ia la vendin kodeksit me faqet e tij të numëruara dhe kopertinat mbrojtëse. Tabelat e dyllit u dëbuan gradualisht në përdorime gjithnjë e më të specializuara. Dhe shkruesit pan punën e tyre të shndërruar nga makina. Në çdo fazë të këtij evolucioni, ne mund të vëzhgojmë ndërveprimin magjepsës midis nevojës materiale, inovacionit teknologjik dhe transformimit kulturor. Pushtimi arab i Egiptos pati pasoja të papritura për historinë e shkrimit në Europë. Mungesa e një materiali çoi në adoptimin e një tjetri, dhe ky adoptim nga ana e tij ndikoi në formën e librave dhe praktikat e shkruesve. Ardhja e letrës, një teknologji e zhvilluar në Kinë më shumë se 1000 vjet më parë, revolucionarizoi prodhimin e librave vetëm kur u kombinua me shtypshkronjën. Dhe shtypja transformoi jo vetëm prodhimin e librave, por vetë strukturën e shoqërisë. Ajo që e bën këtë histori veçanërisht relevante për ne sot është vazhdimësia që ajo zbulon. Kalimi nga dorëshkrimi te libri i shtypur ishte, në kohën e tij, po aq revolucionar sa transformimet që dëshmojmë sot. Njerëzit e shekullit të 15 pan botën e tyre të transformuar nga teknologjia në mënyra që nuk mund t'i kishin parashikuar, ashtu siç shohim ne tonën. Debatet që bëjmë sot mbi aksesin në informacion dhe rolin e teknologjisë në edukim bëjnë njehon të debateve të ngjashme të bëra shekuj më parë. Kur shikojmë shkruesit në skriptoriat e tyre, prodhuesit e pergamenës, Gutenbergun duke akorduar makinën e tij të shtypit, ne mund të shohim jo vetëm të kaluarën, por edhe një pasqyrë të së tashmes. Teknologjitë ndryshojnë, materialet evoluojnë, por pyetjet themelore se si e ruajmë dhe e ndajmë njohurinë mbeten konstante. Ne jemi trashëgimtarët e një tradite që përshkon mijë vjeçar dhe në të njëjtën kohë pionierët e një epoke të re, forma e së cilës ende po zbulohet. Nëse keni arritur deri këtu, keni treguar të njëjtin lloj kurioziteti dhe durimi që shkruesit mesjetar kultivonin në skriptoriat e tyre. Ashtu si ata i kushtonin orë të tëra ruajtjes së njohurisë për brezat e ardhshëm, ju i kushtuat kohën tuaj thithjes së kësaj historie që përshkon shekuj. Kjo meriton të njihet. Në të njëjtën mënyrë si lexuesit mesjetar kalonin dorëshkrimet dorë më dorë, duke ndarë njohurinë në një kohë kur çdo libër ishte i çmuar, ju mund të ndihmoni në përhapjen e kësaj historie. Regjistrohuni në kanal për të ndjekur më shumë rrëfime si ky, që kërkojnë të ndriçojnë qoshet e harruara të historisë njerëzore. Lini një koment duke ndarë reflektimet ose pyetjet tuaja. Pëlqejeni videon në mënyrë që ajo të arrijë të kurioz të tjerë si ju. Dhe nëse njihni dikë që do ta vlerësonte këtë udhëtim në përkohë, shpërndajeni. Kështu, së bashku, vazhdojmë traditën e madhe të përcjelljes së njohurisë, një traditë që filloi shumë përpara nesh dhe do të vazhdojë shumë pas nesh. Faleminderit që më shoqëruat në këtë eksplorim dhe deri në historinë e ardhshme.